E konkretisht Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilët me një gjumë dhe me këti ofrujmë, mos t'i përqojmë popullin, e kështu me këtu furet lëtha, dhe më thonë vim t'i përqojmë popullin, ne do t'i ofrujmë deklarat skandaluze, Bedri Hamzi s'ka qenë, kur në natën e zgjedhjeve, ka thënë që Demeka i me taktikin e ti të lëdhë, Demek që nëse unë e thamë kështu diaspora do më votoj mu. A dhe si ka thënë? Ka thënë që nëse diaspora janë vinë Kosovë me votu, bleta votojnë bashkë këtë t'ja doj qefi. Ato mund me thonë analistet, për nuk mund me thonë një kryetarin një partisë më të madhe opozitare. Për arsye se në momentin kur ti thua ashtu, a priori, ja lën edhe ai me dashur më të votu ty thotë në rregull edhe kryetari një partie të madhe opozitare në Kosovë, po thotë voton kanë dënë, unë do ta votoj për zotrin Kurti. Po domethënë qasja atyre, strategjia atyre, e cila është një strategji e pa updateizuar. Janë domethënë strategji të viteve 2007-2010, e cila mund nuk funksionon. Ku gabun? Ka bun të mos formimi... Sepse në nënshkurt, zgjedhjet e nënshkurtit 2025-s, vetëvendosja e pamë që ra me 8 deputet. Po, bjende? Ra me 8 deputet. Kur ti fiton. Ndërkohë, unë ngretin parti tjera, po ku gabuan gjatë kësaj rruge që me 28 vjetor të psojnë këtë debakël, themi në rezultat. Që ku gabuan? Ti e ke fitu. E ke fitu, dhe me thonë, si parti, sepse zotri Kurti thoshte ne dhe ata. Kur thoshte ata, thoshte PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja. Po, sigurisht. Atëherë ishte dhe nisma. Ndërsa ne jemi lëvizja vetëvendosje, një parti, po brenda të vetës e ka të integruar ose të inkorporuar, dhe me thonë, brenda numrin e deputetëve të listës Guxha Alternativa kështë me radhë. Dhe kur thoshte kështu, këta ishin fitues. Dhe zotri Kurti, kur nuk arriti numrat se ti dëshiron ato 500.000 zemrat, por pse edhe një debakël, nëse mund të themi elektoral, me nervozësi përdoli dhe i quajti hajvan, për arsye se nuk ishte me rezultate më i mirë i tij. Ajo të tha në nervozësi për të krijuar edhe matutje një përçarje mes tyre në mënyrë që ky nuk donte bashkëpunim. Ky donte që sërish vendi më shkon zgjedhje. Nëse ky do donte bashkëpunim me njërin nga partitë opozitare, ky nuk e kishte përdorur atë gjumë, po ky donte që të gjitha të merr vet. Gjitha, edhe sot dëshiron edhe më shumë e rrit rezultatin, për arsye se zotri Kurti është i interesuar që të marrë pushtetin, ndërsa partitë opozitare nuk janë të interesuar të marrin pushtetin. Ato garojnë për vend dytë. Unë nuk e kam pa asnjë deklaratë të asnjë kryetarit apo asnjë eksponente të ndjerës nga këto parti që e kanë shprehur një entuziazëm që ne do të qeverisim. Domethënë prolla kanë tregu, mirë po nuk kanë qenë konkret. Që 6 vite zotri Kurti është në pushtet, dhe në rregull është ja kanë votuar qytetarët. Mirë, po ne nëse dëshirojmë t'ia vëmë fajin partive opozitare, kemi mjaft arsye për çka t'ua vëmë fajin. Po mos formimi i qeverisë, numrat e kishin dhe ne e dim fare mirë që bllokuesi më i madh këtu ka qenë Lomir Abdixhiku dhe e mor ndëshkimin qytetar. Pra nga 18% në radhën e 13%. Ky është ndëshkim qytetar, për arsye se ai e mbyti shpresën e elektoratit opozitar. Unë e di shpresa që ka ekzistuar te pjesa e njerëzve të cilët punojnë sidomos në institucione publike, por edhe në institucione tjera, edhe media, që do të fitojë opozita, për arsye se Kosova është një vend pluralist. Dhe në këtë pluralizëm ka posë rëndësi. E kishte dashur një koalicion me LDK? Po diskutim, elektorati e kishte dashur një prandaj koalicion. Prandaj votoi kësaj radhe për PDK, LDK, AK. Ose edhe kundërta, vetëvendosje LDK, sepse elektorati, ajo ftesë për mos me arrit rezultatin. Ajo ishte një taktikë e zotrit Kurti që ato pse atëherë ron në këtë taktikë të tij. Për arsye se këta nuk janë ose të interesuar. Këtu janë dy sene, ose këta nuk janë të interesuar me qenë pjesë që me dashur pushtetin, ose nuk janë të interesuar në kuptimin me kriju qeverinë dhe janë njën komod me gjërat stati kanë aty, ose dhe me thonë nuk kanë nuhatje politike dhe Kosova ose ka nevojë që të bëhet një regenerim total, të formohet një skenë re politike me njerëz të ri inovativ që janë në trend me kohën, janë dinamik, ose dhe me thonë le të vazhdojnë me këtë katrahur. Unë mendoj që është një katrahur politike. Kosovës nuk i konvenon që një parti të fitoj 50%, sepse nuk është në rregull. Sepse kjo për mendimin tim gjithashtu është demokratike, në sistemin që e kemi, po absolutisht demokratike ka qenë edhe në Venezuelë kur ka fituar Maduro, mirë po shteti ka vu pasojat. Dhe deri sot detyrua dhe Amerika me ndërhyj për shkak kryesisë së tyre. Po ne nuk jemi, po bëhemi. Kështu që 6 vite ki prolongim, ki sanksione, ne nuk kishim asnjë sanksione, mirë po jemi në sanksione. Ne qytetarët e Republikës së Kosovës kishin drejt me shku në Amerikë, sot janë, domethënë vizat janë heq për qytetarët e Republikës së Kosovës. Po jo vetëm janë se kërkojnë nuk i del
nuk i del, po në rregull dhe, Kosova ishte vendi prodhuar nga Amerikanët dhe ishte shteti kryesor mek. Kjo është një tërheqje e vërejtjes e madhe ndaj qeverisë, dhe atë që e psojnë janë qytetarët, se Amerika kur vendos sanksione, se kur nuk është me ty, a jep deklarata. Duke po gjithë qëtë rezultat të tillë, 51%, një anë dhe pjesa tjetër e opozitës si do tjetë. Qështë që të përballë qësaj fuqie që do të ka kurti opozita ashme, si do tjetë? Mendon që do të mund t'i bëj ballë? Unë mendoj që ato nëse, edhe me pas 15 deputet, edhe deputet nëse ki ide i bën ballë. Zotri Kurti me 12 deputet ju ka bo ballë komplet pjesës dërmuese të partive që kanë qenë në shumicë. Po është problemi që këto janë infantile, janë femirore në kuptimin e përbërjes së tyre politike. Kjo është një këshill që unë po e dha. Jo që kam diçka personale me dikën. Mirë po si qytetar po jap një këshill. Mas shumë të si qytetar, pasaj si opinionist. Sigurisht se qeverisja është e mirë dhe kur ka opozitë. Kur ty të krijohet ideja që ti je i dopt, ti nuk mund me kriju fitore. Kur ti në psiqikën e elektoratit, në psiqikën e qytetarit, krijohet ideja që ti je më i dopt, se oponenti jot ti nuk mund me siguru fitore. Zotri Kurti me 12 deputet, 13, sa i ka pas, e ka kriju kauzën e tij që ka treguar që është i fortë si politikan. Pavarësisht që i ka pas ato idetë e tij ose kauzat e tij me të cilat nuk pranuan asnjëherë. Mirë pa i ka treguar që është i fortë dhe qytetarët mandej i rreshtu ka ai. 6 vite pushtet asnjë kryeministër në Kosovë nuk ka qenë më gjatë se zotri Kurti dhe atyre personave të partive opozitare kjo ju duket normale. Nuk është normale për tu, nëse dëshirojnë me ekzistuar në skenën politike. Opozita më e fortë dhe më unë mas pori se sa që ka qenë në nuk kanë alternativë, ata nuk kanë alternativë. Ata nuk kanë alternativë tjetër. Ta shohim ka ndryshime të përbërjes në disa pjesë. Shumë është e rëndësishme atë që ato me kanë unike, mirë po ne nuk peshojmë një unitet. Ne nuk peshojmë një unitet as brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Kjo është problematike. Po vlozën e përgjithësi, si do ta, domethënë, a mund të jetë më dopt opozita? Jo, ajo nuk mund të jetë më dopt, nëse ajo arrin që kërkesa qytetare. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse opozita arrin që kërkesa qytetare ti kapitalizoj në punë dhe veprim, ajo mund të jetë shumë e fortë dhe mund ta zvoglojë zotrin Kurti. Dhe madje mund ta fusë në zgjedhje dhe në zgjedhje mund të dalë shumë më mirë se son në zgjedhjet 28 dhjetorit. Për arsye se qytetari rezident, kjo është shumë e rëndësishme, unë jam duke përsërit vazhdimisht në çdo media, qytetari rezident i Republikës së Kosovës nuk është votuesi shumicë i zotrit Kurti. Po të ishin vetëm votuesit rezident, zotri Kurti do të kishte psu fiasko elektorale. Në bazë dëna kanë hyrë përmi 530.000 qytetar nga diaspora kanë ardhur me votu në Kosovë. Dhe në rregull është, mirë po ata kanë votu shumica për zotrin Kurti. Dhe fali dhe defekti është e partitë opozitare që nuk arrin asese ta binin diasporën që do të mi votu këta. Pse nuk arrin ta binin? Sepse diskursi i zotrit Kurti është dominant, është më i fortë. Pavarësisht a është i vërtetë apo nuk është i vërtetë. Kur ty të sulmohet gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës dhe krijohet një bindje të qytetarëve që gjykata e Republikës së Kosovës është e kapur dhe nuk është e drejtë, atëherë ti nuk ke nevojë me dalë dhe me tregu që ke fituar landin e gjykatës, ai bën që ti përfuqizon deklaratën që ka thënë zotri Kurti. Ti në ato momente duhet me kap me nxi sheshin e qytetit të Republikës së Kosovës, se kushdo që sulmon gjykatën dhe organet e drejtësisë është atak ndaj rendit kushtetues dhe ndaj Republikës së Kosovës. Dhe këto gjëra këta asnjëherë nuk i kanë bërë, se këta para se me mendu për interesin e tyre dhe për luksin e tyre, që si duket e kanë edhe një pjesë e njerëzve në brenda partive opozitare, ata do të me mendu edhe për qytetarin i cili i voton, i cili është domethënë duke jetu dhe i cili shpesh i vren edhe pasojat e këtij qeverisjeve, cila do të qoftë ajo. Qytetari ka qenë rezident, ka qenë për ndryshim. Këta nuk e kanë përfill, partitë opozitare. Si duhet jetë opozita? Opozita do të jetë e bashkuar. Cila do të jetë rruga e tyre? Çka do të jetë unike? Cila do të jetë formula që t'i bëjnë ballë këtij pushteti që e ka me pas tani për. Shumë e thjeshtë. Nëse nuk shkojmë edhe një herë zgjedhje. Shumë e thjeshtë. Për shkak të presidentit. Duhet me kuptuar ato një gjë. Vetëm një gjë duhet me kuptuar. Nëse dojnë, po ndoshta mbas edhe kuptojnë, por nuk dëshirojnë me vepru. Duhet me kuptuar që komoditeti nuk të sjell rezultat më të mirë. Komoditetin. Pse po ndjen komod këto? Absolutisht. Absolutisht i ki komod, vetëm shikoj deklaratat e tyre. Ki komod, sidomos Partia Demokratike ndjet komod se ajo nuk e krahason veten me vetvendosin, po krahason veten me LDK-n.